Gjatë periudhës prej më shumë se 6 ditësh, nga 3 nëntori deri në momentin e hapjes së qendrave të votimit më 9 nëntor, subjektet politike dhe kandidatët do të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitetet e tyre të fushatës zgjedhore. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme i miratuar në vitin 2023, fushata përfundon me hapjen e qendrave të votimit në ditën e zgjedhjeve. Kështu, njësoj si në zgjedhjet e mbajtura më 12 tetor, dita e shtunë nuk është ditë heshtje zgjedhore. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme ka përcaktuar njësër veprimesh të ndaluara për subjektet politike, kandidatët dhe mbështetësit e tyre. Këto ndalesa lidhen kryesisht me mospengimin e fushatës së kundërshtarit politik dhe ndalimin e rrept të kërcënimeve si dhe dhunës gjatë procesit zgjedhor. Në përgjithësi, sipas ligjit, fushata duhet të zhvillohet në një atmosferë të qetë, të respektueshme, demokratike, pa gjuhërrëtie, pa friksime dhe e distancuar nga çdo formë dhune.